Pasi protestuan për zaptimin e tokave të tyre në fshatin Boçov të njësisë administrative Levan nga kompania Bervi Construction në pronësi të bashkëshortes së Pullum Salillarit, e cila po investon për ndërtimin e paneleve diellor, 14 familjet e prekura janë drejtuar policisë së Fierit. Ata kanë vendosur të ndjekin çështjen e tyre në të gjitha instancat, duke ndjekur hapat e duhur ligjor. Fillimisht ata protestuan pranë tokave të tyre 3 ditë më parë, ndërsa para ditën e sotme janë drejtuar komisariatit të policisë Fier për të bërë një kallëzim kolektiv. Në prononcimin për mediat, fermeri Sander Muja ka kërkuar mbështetjen e shtetit dhe i ka bërë apel organeve të drejtësisë të ndërhyrën për zgjidhjen e kësaj situate, pasi këto toka i kultivojnë prej 30 vitesh, duke qenë taksa pagues të rregullt. Ne endemi prej 3 dekadash nëpër institucione për tu pajisur me certifikat pronësie dhe befas mësojmë se që prej një viti certifikatën e pronësisë ka marrë një kompani private. Ne i disponojmë këto toka me ligjin 7501 dhe AMTP të rregullt, ku shkruhet se tokën e kemi në pronësi dhe jo në përdorim, ka thënë Muja, teksa ka theksuar se nuk do të lejojnë kurrë që mbi tokat e tyre të mbjella me grur të hidhen gur. Sot kemi ardhur këtu përpara komisariatit të policisë kolektiv të bëjmë një kallëzim për sa i përket pronave tona që kemi në fshatin Levan Boçov. Jemi disa familje nga Veriu të internuar në Shtyllas dhe në Levan, ku ato toka ne disponojmë prej 25 deri në 30 vjet, duke paguar taksat vit për vit. Dhe neve sot shohim që një kompani vjen dhe na dhunon pronat tona që ne kemi me aktin e marrjes tokës në pronësi. Kemi një status të veçantë për ato prona që jemi pajisur nga ky shtet. Kërkojmë një zgjidhje përpara komisariatit të policisë, do shkojmë brenda, do bëjmë një kallëzim kolektiv që për të problematikën tonë. Duam të shkojmë deri në fund kësaj problematike. Kërkojmë mbështetjen e shtetit dhe kërkojmë që mbi tokat tona që ne i mbjellim grur mos të hidhen gur. Këta në qoftë se kanë lidhje dhe me qeverinë, edhe me perëndin në qoftë se kanë lidhje, të tokat tona nuk kanë asnjë të drejtë të hyjnë dhe të na i dhunojnë. Kërkojmë mbështetje nga policia dhe institucionet më lartë që i përket për këto problematikat tona. Ata shprehen të vendosur në kauzën e tyre, pasi tokat që kultivonin deri një vit më parë janë i vetmi burim të ardhurash.